Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizë morakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 8 kupat, 4 shpatat, 8 monedat, karroca. Në planin personal, java nis me 8 kupat, që flet për largim emocional ose largim fizik. Mund të jetë një mënyrë mendimi, një pritshmëri ose një situatë që nuk ju përmbush më. Duket se mund të lini pas diçka që nuk e ushqen më shpirtin tuaj. 4 shpatat tregon nevojën për pushim, reflektim dhe rikuperim. Kjo nuk është energji veprimi, por një periudhë ku po mblidhni forcat nga ndonjë gjendje plogështie. 8 monedat tregon se po punoni me veten ose për një qëllim të rëndësishëm në mënyrë të qëndrueshme. Ka përkushtim dhe dëshirë për përmirësim. Karroca në fund është shumë e rëndësishme sepse nënkupton se pas reflektimit dhe punës së brendshme vjen lëvizja. Ju nuk po qëndroni më të bllokuar, por po përgatiteni për të marrë kontrollin e drejtimit tuaj. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të largoheni nga ajo që nuk ju ushqen më. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kalorësi i kupave, 5 kupat, krye priftoresha, asi i shkopinjve. Në familje, kalorësi i kupave tregon dëshirë për afrim, mirëkuptim ose shprehje ndjenjash. Megjithatë, 5 kupat flet për një zhgënjim, keqardhje ose fokus tek ajo që ka munguar. Mund të ketë një situatë ku dikush ende po përpunon një lëndim ose një humbje emocionale. Krye priftoresha tregon se jo çdo gjë po thuhet hapur, ka ndjenja që po mbahen brenda ose të vërteta që ende nuk janë shprehur. Ndoshta pas një periudhe të heshtur dhe zhgënjimesh të pashprehura, në familje mund të hyjë një fazë e re komunikimi dhe rifillimi, sepse kjo përforcohet nga asi i shkopinjve që sjell një energji të re në fund. Duket se pas heshtjes dhe reflektimit mund të lindë një iniciativë, një bisedë ose një fillim i ri që ndryshon atmosferën. Kartat këshillojnë të mos e nënvlerësoni fuqinë e një bisede të sinqertë, sepse ajo mund të hap një derë që ndoshta ka qëndruar e mbyllur për shumë kohë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i shkopinjve, hëna 3 shpatat, djalli i sqaruar me temperancën, mbretëreshën e shkopinjve dhe 8 shkopinjt, çërën së bashku. Në dashuri, dashuria duket si sfera më komplekse. Kalorësi i shkopinjve sjell pasion, tërheqje, tension seksual dhe lëvizje të shpejtë. Ka energji të fortë, magnetike, por jo gjithmonë stabilitet. Hëna tregon paqartësi, frikëra, dyshime ose emocione që nuk janë kuptuar plotësisht. Mund të ketë gjëra që ndihen fort, por ndoshta nuk janë sqaruar. 3 shpatat flet për lëndim emocional, zhgënjim ose një plagë që ende ka nevojë për shërim. Nuk do të thotë domosdoshmërisht se lëndimi po ndodh tani, mund të jetë diçka që ende ndikon në të tashmen për disa nga ju. Djalli shpesh flet për lidhje shumë të forta, varësi emocionale, fiksim, tundim ose vështirësi për të lënë pas një situatë që ushtron ndikim të madh, por mund të flasë edhe për zemërim. Për djallin, në fakt, unë luta të kem identifikimin e energjisë dhe me kartat sqaruese që më ranë, unë do ta nisja me përshkrimin e mbretëreshës së shkopinjve, sepse mbretëresha e shkopinjve është një kartë oborri, por mbi të gjitha përfaqëson shenjat e zjarrit, dash, luan dhe shigjetar. Pra mbretëresha e shkopinjve tregon kush është ose çfarë lloji personi është në qendër të historisë. Dhe me sa duket flitet për një figurë karizmatike, e sigurt në vetvete, magnetike dhe e vështirë për t'u injoruar. 8 shkopinjt shton kontaktin, mesazhet ose zhvillimet e shpejta që mund të ndodhin. Temperanca tregon se kjo energji po kërkon të harmonizohet, por djalli në këtë mes nuk është se flet për një person të tretë apo për një armik, më shumë flet për personin ndaj të cilit ekziston tërheqja emocionale ose fizike. Kartat këshillojnë të mos delironi në dyshime, kërkoni qartësi përpara se të nxirrni përfundime. Kalojmë tek puna. Në punë kemi
4 monedat, mbretëresha e monedhave, 7 monedat, 7 shkopinjt. Në punë dominon energjia e stabilitetit dhe durimit. 4 monedha tregon kujdes me burimet, financat ose me atë që keni ndërtuar. Mund të ketë tendencë për të mbrojtur pozicionin aktual. Mbretëresha e monedhave është shumë pozitive për menaxhimin praktik, sigurinë financiare ose pjekurinë profesionale. 7 monedha tregon pritje të rezultateve, ka investim dhe përpjekje, por disa gjëra ende po piqen. 7 shkopinjt në fund tregon nevojën për të mbrojtur pozicionin tuaj dhe për të mos u dorëzuar përballë sfidave. Kjo nuk duket si një javë me ndryshime të mëdha profesionale, por më tepër duket si një javë ku po forconi themelet e asaj që keni ndërtuar. Kartat këshillojnë të jeni të durueshëm me rezultatet, sepse ajo që po ndërtoni ka nevojë për kohë që të jap frytet e saj. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi zemërimi. Kjo javë duket se ju thërret të mos e injoroni atë që ju shqetëson. Zemërimi shpesh fshe një nevojë, një zhgënjim ose një kufi që mund të jetë shkelur. Në vend që ta shtypni zemërimin, unë do të thoja përpiquni të kuptoni mesazhin që mbart zemërimi, sepse mund t'ju ndihmojë të bëni ndryshime të rëndësishme për veten tuaj. Paçëm.